mundet të organizohet mësimi. As dhuna policore e përjashtimet masive nga puna të personelit arsimor gjatë viteve të 90-ta nuk e ndalën mësimin në gjuhën shqipe. Teksa dyert e shkollave nuk i gjetën më të hapura, mësimdhënësit shqiptar vendosën që mësimin në gjuhën shqipe ta bënin në shtëpi banimi. E kur kanë kaluar më shumë se 3 dekada gjysmë, në ditën e mësuesve më 7 mars, ata rrëfejnë për rezistencën ndaj armikut e vazhdimësisë së edukimit në gjuhën am. Të gjitha shkollat, kolektivet shkollore u deklaruan se nuk do të punojnë me ligje të shërbisë, nuk do të punojnë me plan programe të shërbisë dhe nuk do të punojnë me tekste mësimore të shërbisë. Universiteti dhe sulmi drejt për drejt në arsim ka qenë jashtëzakonisht shumë i qëllimshëm sepse arsimin realisht ka prodhu elita intelektuale, ka prodhu artikulim politik për drejta më të mëdha të shqiptarëve në Jugosllavi. Dhe mendoj që këtu ka qenë edhe arsyeja kryesore e goditjes së fuqishme të arsimit. E kjo formë e rezistencës së atyre viteve u reflektua përmes punës së artistëve dhe ulëmtuesve të gjeneratave të reja. E unë si gjenerati lindë në vitin 2000, histori të cilat janë interpretu, kanë qenë histori së qysh është tregu rezistencë gjatë viteve të 90-ta, e pse e mnajt bashkë tek shkollat shtëpia, ka qenë se shtëpia gjyshit është tiru për 7 vite për një prej fakulteteve të Universitetit Prishtinës, Fakultetit Megatronikës. Pjesë shumë e rëndësishme e projektit është ajo harximi fizik përmes mjeteve digjitale, që me qenë sa më i qasshëm për krejt trit në Kosovë fillimisht, po edhe jashtë. Rreth 300 objekte private gjatë viteve të 90-ta ishin shfrytzuar për edukimin në gjuhën shqipe.